sa shumë është e gatshme Irani me vazhdu këtë lloj të luftës, ajo mbetet me u pa. Për shkak se qejtë e Iranit tashmë veç janë të hapur, edhe Amerika, Izraeli janë non-stop, domethënë, me fushatën e tyre të bombardimeve në caqe të ndryshme, e ku janë të bërë domet jashtëzakonshme për shkak se Irani tashmë nuk ka sisteme të mbrojtjes. Po çka unë mendoj që Irani është tashmë tu e pasi mundësi të vetme, është që këto sulmet që janë të i bu, domethënë në shtetet për rreth, këto me pas një farë presioni ndaj Amerikës që me ndalë sulmet edhe me ullë në tavolinë në negociatave. Për shkak se këto shtete nuk janë të gatshme për luftë. Nuk kanë qenë të gatshme asnjëherë për luftë, në fakt. Edhe mbrojtjen e kanë komplet. Të gatshme, e ke fjalën edhe për mbrojtje, për përgatitje ushtarake? Përgatitje ushtarake nuk kanë. Domethënë ato janë të mbrojtura kryesisht edhe me pajisje, po edhe prej këtyre bazave cilat i ka Amerika aty. Për këtë arsye, këto shtete besoj që plus që janë të mvaruna prej kanalit të Hormuzit komplet, edhe turizmit që tashmë është diçka e cila nuk po ndodh aty. Për këtë arsye, po mendoj që kjo është Irani është i gatshëm si shtet, domethënë, dhe doktrinën e vetë të luftës e ka rezistencën përkundër këtyre shteteve, të cilat as nuk i kanë menduar veten në këtë pozicion momentalisht në cilin ndodhen. Mirë, dua të flas pak me Emanuelën gjatë ditës së djeshme. Ju na thatë që Evropa është në rrezik për një zgjerim edhe më tutje të këtij konflikti. Por nëse këto tensione rritën akoma dhe më shumë, a ekziston rreziku real i përfshirjes edhe së NATO-s në këtë konflikt? Sekretari i NATO-s u shpreh në drejt mendimin e gjatë në Evropa duhet të jetë gati dhe NATO të jetë gati për një përfshirje. Objektivisht, kur flasim për përfshirje të Europës, nuk flasim pastaj në mënyrë të drejtë për sa i përket një përfshirje për një sulm apo një tjetër, ose të paktën shpresohet të mos jetë kështu. Starmer dha lejen për përdorimin nga ana e Shteteve të Bashkuarave të bazave të Britanisë së Madhe në Oqeanin Paqësor. Nga ana tjetër, dhe kjo brenda për brenda krijoi një konflikt, jo vetëm brenda Britanisë së Madhe, por edhe një konflikt midis Britanisë së Madhe dhe Shteteve të Bashkuara, sepse sipas Trumpit këto leja nuk u dhan në momentin e duhur. Nëse do të shikonin pastaj sulmin drejt Shqipros me dron, në fakt nisin nga Libani, nga ata që janë aleatët e Iranit, Hezbollah, pjesa Hezbollah, kam fjalën, Irani gjithmonë ka financuar si me arma, ashtu dhe nga ana ekonomike. Hezbollah ka financuar Hamasin, ka financuar në fakt për këtë flitet pak edhe destabilizimet në Irakun, në pjesën e Kurdistanit, që gjithmonë kanë qenë një pjesë mbështetëse, do të thoja, e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të NATO-s në ato zona, dhe destabilizimi, po forca e Iranit zakonisht ka ardhur nga kjo pjesë, nga forca e tij destabilizuese, si po shikohet dhe në këtë moment. Kështu që nuk është se ka një vullnet për përfshirje të drejtë për drejtë të Europës, por për një përfshirje të tërthort në mënyrë që shpjegova, po, përfshirja më e rëndësishme e Europës është ajo ekonomike, sepse Europa ka vite që po vuan ato që janë pasojat e politikave të gabuara, si ekonomike ashtu dhe gjeopolitike, do të thoja. Nëse do ta shikonim në një plan të gjerë, ajo që po ndodh tani në konfliktin me Iranin është thjesht një vazhdim i asaj që është konflikti në Ukrainë, në Gaza dhe tani thjesht vazhdoi në Iran. Irani në fund të fundit është goditur jo vetëm sepse është Irani, por sepse është një mënyrë për të goditur pastaj Rusin apo dhe Kinën, pavarësisht aty marrëveshjeve që ato kishin për mbrojtje reciproke, do thoya, midis Rusisë edhe Iranit, pastaj u duk që në fund Rusia nuk ndërhyri, sepse do ishte edhe e pamundur që të ndërhyrte nga ana gjeopolitike. Do t'i krijonte një vështirësi shumë të rëndësishme. Do e shikoja në këtë kënd vështrim shumë të gjerë. Pjesa tjetër është ajo e rritjes së investimeve që po vazhdojnë. Pas pak tek investimet, sepse kemi një mendim. Unë mendoj që
ajo që ka Izraeli ka synu nda Iranit është e qartë dhe është shprehur edhe nga gjuha e Netanjahut. Ata dëshirojnë që ta shkatërrojnë Iranin dhe gjitha kapacitetet e saj, sepse Izraeli e sheh Iranin si një shtetin me më shumë të rrezik për ekzistencën e saj në lindjen e mesme. Edhe rrjedhimisht ka pasur deklarata që Netanyahu ka tentuar që t'i bind gjithë president amerikan që ta bëjnë këtë sulm ndaj Iranit, mirë po ka arritur që ta bind Trumpin. Pra vetëm Trumpi është ai i cili për një mend e ka marrur gjithë energjinë për të sulmuar Iranin në këto përmasa, për ta nënshtruar, sepse nuk është çështja me ndrruar regjimin, është çështja me nënshtruar rrjedhimisht mos me pas më asnjë lloj kundërshtari të madh shtetëror, një shtet kundërshtari i cili përbën rrezik për shtetin e Izraelit, sepse këto vende tjera arabe. Interesat e Amerikës janë më të mëdha se sa t'ia plotësojnë një dëshirë Izraelit. Mendoj që interesi i Amerikës nuk është me rrëzue Irani. Amerika, nga pikpamja globale, strategjike, Amerika e ka një kundërshtar strategjik sikurse Kina. Edhe nuk e ka, tashmë vetë e ka shprehë dhe Trumpi që ne nuk e kemi as në kuptimin, nuk e kemi